Universitetet shqiptare në Maqedoni vazhdojnë të mbeten jetim dhe pa përkujdesje nga shteti. Nga 1000 librat shkencor që janë përkthyer dhe financuar nga qeveria, vetëm 25 prej tyre janë në gjuhën shqipe. Kështu shprehet profesori dhe antari i këshillit redaktues i shtëpisë botuese Logos A, Ali Pajaziti. Ai thotë se diskriminimi i tillë është shkurajues për intelektualët shqiptar në Maqedoni dhe për të gjithë brezat e ri që nuk mund të lexojnë tituj të rëndësishëm shkencor në gjuhën e tyre amtare. Nga 1000 libra universitar të universiteteve dhe të institucioneve arsimore më prestigjioze në botë, duke filluar nga Yale, Cambridge, Oxfordi, Sorbona dhe universitetet të tjera që hyjnë në top 50 e Shanghai listës, po sipas disa të dhënave diku 20 deri më 25 nga 1000 tekste universitare. Gjë që është vërtet deprimuese për ne si intelektual dhe përderisa kryeministri del para opinionit dhe bën marketingun, domethënë me librat të cilët janë me peshë, Universiteti Shqiptar mbetet jetim në këtë drejtim. Ndërkohë autori dhe publicisti Kim Mehmeti shprehu shqetësimin për mos prezencën e asnjë politikani shqiptar. Ai nënvizoi se asnjë nga 55 titujt e botuar së fundi nga shtëpia botuese Logos A nuk është mbështetur nga Ministria e Kulturës. Në Shqipëri, kur bëhet promovime të 55 librave, asnjë politikan nuk do të guxonte mos shkoj. Do ta ndjente për nder të jetë aty. Këtu te ne politikanët e ndjen për turp të jetë këtu. Nëse nuk e ul në krye të vendit aty ku duhet jetë promovuesi. Nga ana tjetër, ne jetojmë në një shtet që kaq libra në ditë financon shteti në gjuhën maqedonase. Në ditë financohen kaq libra. Mirë po, ne ndoshta duhet të shtojmë pyetjet e vërteta dhe të kërkojmë përgjigje të vërteta. Pse nga 55 librat që këtu jo do ishini, askund nuk shkruan e ndihmuar nga Ministria e Kulturës apo e Shkencës apo e diçka në Maqedoni. Pse? Dhe nëse është ashtu, që ne do i drejtojmë Tiranës e Prishtinës që të na mbështet. Mirë po atëherë do kërkojmë që pjesa e tatimit si qytetar, sa i përket kulturës, të shkojë atje. Të mos mbetet këtu. Kritikat u hodhën gjatë promovimit të 55 titujve të rinj nga shtëpia botuese Logos A. Botimet e reja vinë në muaj nëntor, i njohur si muaj i festave shqiptare, kongresi i manastirit dhe dita e flamurit. Pas një pushimi relativisht të shkurtër, pas manifestimit 20 vite kryefjalë e mendimit të lirë, të cilin për 20 vjetorin e punës sonë e kishim organizuar në shkurt, në këtë fundvit, që si tham përkon me panairin e librit në Tiranë, shtëpia botuese Logos A sjell para lexuesit të saj edhe 55 tituj të rinj. Dhe kjo jo vetëm për të mos i mbetur borxh 2011-s, por për ta vazhduar traditën e 50 botimeve të reja në vit. As më tepër që kjo më është bërë një detyrim i yni profesional për vitrinën e librit shqip dhe për pasurimin e vazhdueshëm të kulturës së shkruar shqiptare. Ndërkohë duke filluar nga dita e nesërme deri më 13 nëntor, hap dyert edhe panairi i librit që mbahet çdo vit në Tiranë, e cila është ngjarja më e rëndësishme e librit në hapësirën mbar shqiptare. Edhe këtë vit botuesit ftojnë lexuesit të vinë në Pallatin e Kongreseve nga data 9 nëntor për gjetur aty gjithçka të botuar në këto 2 dekada, por edhe ribotime të veprave themelore të veprave shqiptare dhe autorëve të huaj.